That's a different ball game. Ajo është tjetër gjë pastaj. Kur vjen puna te podcastet në përgjithësi. Por janë më shumë reachable, po ato thënë mikroteksti është ai më interaktivi. Kuptohet, Twitter ka bërë një avancim të madh në këtë aspekt sepse ka marrë parasysh që nuk është interaktiv dhe kanë bërë Twitter Spaces. Kupton? Dhe me Twitter Spaces ti mund të hysh direkte. Komenti jot është hyrja në xhirim edhe thënia e çfarë do të thuash. Tamam? Apo. Po. Se përdor shumë, po kam parasysh ide. Po nga përduar se kam përduar Twitter Space për shumë hapësira publike që kemi regjistruar atje, domethënë, kështu që është vërtet si një shesh fshati i vogël, domethënë ku vjen gjithë secili thot çka ka për të thënë. Është një sajt marr telefon, dëgjoj po i dëgjoj këtë, po shikoj çfarë mendoj këtë. Njësoj si komenti poshtë statusit tënd dhe ti përgjigjesh atij komenti me zërin tënd. Është një lloj, e njëjta gjë. Po. Problemi tjetër është se nuk të jep atë lloj, nga që thash janë kaq shumë volum i madh dhe ti shkon tek ata që i ke dëgjuar një herë, bëhet e vështirë të gjesh gjëra të reja. Kupton, bëhet pak e vështirë. Në këtë aspekt mikroteksti, pra LinkedIn, Twitter këto, e kanë më thjesht sepse dikush që ti njeh like dikë, ti shikon pastaj futesh aty dhe shikon gjëra të tjera. Pra e ke pak të e zgjeron